Gjykata e posaçme la në qeli ish presidentin Ilir Meta. Ai kishte kërkuar zbutjen e masës së sigurisë, por pa sukses. Në seancë ishte i pranishëm vetë kryetari i Partisë së Lirisë, ndërsa avokati i tij Kujtim Cakrani bëri të ditur se çfarë deklaroi Meta për gjykatën e posaçme. Foli dhe vetë zoti Meta për rreth një orë, ku ai hodhi dritë mbi pretendimet e organit të procedurës, qoftë për një kartë krediti që disponon të ish bashkëshortja e tij. Karta që janë përdorur gjitha nga ish bashkëshortja e zotit Meta. Zoti Meta nuk ka dieni dhe s'ka përdorur kur karta në jetën e tij dhe nuk ka asnjë lloj dienie për çfarë ka ndodhur me zonjën Kryemadhi. Janë dy entitete të ndryshme, janë të dy ish politikan. Sipas avokatit të tij, vendimi i sotëm ishte i pritshëm për sa kohë sipas tij Meta mbahet në burg politikisht. Nuk është se ne prisnim ndonjë ndryshim të masës sigurimit, pasi ne e dim qartësisht, jemi të bindur, zoti Meta është i bindur që është aty për arsye politike. Besoj se nuk ka sot një precedent të dytë që një ish kryeministër, ish president, ish kryetar kuvendi që akuzohet dhe pretendohet për akuza shumë të largëta në kohë, por dhe të paprovuara tashmë në organi i akuzës, të qëndrojnë në një masë sigurimi ekstreme siç është kjo e arrestit me burg. Ilir Meta u arrestua mes ditën e 21 tetorit në ndyshimet se ka kryer korrupsion, pastrim barash, e fshehje pasurie përmes lobimit në SBA dhe si ish ministri i energjetikës në mbledhjen e borxhit të ÇEZ përmes kompanisë Dia.